Aksidente trafiku 3 deri 4 në vit, që kanë përfunduar në lum, me fatalitet. Stota kon mjaft e rënd. Shteti ka mekanizmat e veta le ti përdor, qoftë edhe shtëpia jam, i ka rras bagerin ditën e mirë, kryjnë punë. Kameshi verës kanë filluar me punu, herë vishin 3 punëtor, herë 4. Po si kanë dalë punimet rreth periudhës zgjedhjeve çatëherë? Po, pak para zgjedhjeve. Handin Dreca, i banori fshatit Myzeqin, ka treguar se si pasojë daljes së lumit Shtimjajka nga shtrati, jeta e tyre është vështirësuar për disa ditë. Po ashtu ai ka theksuar se mungesa e investimeve në zonën përreth lumit ka bërë që brenda një viti disa vetura të përfundojnë aty. Zotën Dreca, unë është më tregu fillimisht se çysh e keni menaxhu situatën e vërshimeve të fundit, çysh u kanë për juve? Situata është kon të rritit rresht, mjaft e rënd. Ne dim shumë mirë se ne jemi rritë që të dhe njohëm lumin e pasojat e tina, që ne ka shaktu jo vetëm këtë radhë, po gjithmonë. Me dhënë për vitin 1982 që unë e mojnë në mirë, ka pas disa vërshime, po kësaj radhe ka pas atë reshna më të mbaja me siguri, edhe stota konë mjaft e rënd. Fatmirësisht nuk kena pasoja njerës, ajo është një fakt i mirë, dhe me thënë, është punë e Zotit që nuk ka ndodhe. Se për kontrazi, gjendja ka qenë e rëndë, si shkak i daljes lumit për shtratit, po. Rruga Aknej ka qenë e pakalueshme? Rruga, sidomos kjo lagja ku jemi tashti ka qenë e pakalueshme komplet, 30 të rresht. Po isha edhe muret të shtëpiave përballë që nga të lagura goxha deri në alt. Po, është kon ujë. Po tash edhe me po kështu prej larg, po shihet që lumi mund të më sjell pasoja, sidomos kur ka rishje të mëdha shiut. Për shkak të gjendjes që është. Është i paparashikueshëm. Faji kryesor i meteve organeve të shtetit që nuk janë marrë asnjëherë seriozisht me lumin, po kanë bërë tendera shkelë shka. Kanë kry punë të veta dhe janë zhduk. Sikur kësaj radhe, për shembull, gjatë verës ka ardhur një kompani, ka fillu. Ç'është po shihet, ç't punë kanë kry. Definitivisht nuk është bërë sen të degradu lumi edhe ma keq se ka qenë. Po thoni që kanë veç pak me punu mandej e kanë dalë. Për çfarë periudhe kanë punu kur e kanë dalë? Në Kameshi verës kanë filluar me punu, herë vishin 3 punëtor, herë 4. E kanë muros këtë pjesën këtu që po shihet. 64 metra, pjesën tjetër 113 metra është. E muros edhe e kanë dalë. Madje as mbeturinat e veta mes lumit, në shy. Po, si kanë hiras ato, a? Po, që ato janë si pasojë saj edhe lumi del për shtratit. Po si kanë dalë punimet rreth periudhës zgjedhjeve çatëherë? Po, pak para zgjedhjeve. Pak para zgjedhjeve, ndalën, a? Pak para zgjedhjeve. Po edhe mendum që mas zgjedhjeve vazhdojnë prapë, jo, nuk erdh kërkush. Si palet më, a? I mbledhen aletet edhe vazhdojnë. Po, do më thave që kjo muri, diçka tjetër nuk kanë bërë? Jo, nuk kanë punu kur gjë tjetër. Do më thave shtrati i lumit është problemi kryesor. Po, madje kur kena pyet ne kanë thënë që do të jo shpronësimet, jo banorët e kanë bërë zhurpimin e shtratit lumit. Lumi e ka shtratin e vet, e ka hartën e vet, atllasin e vet. Shteti ka mekanizmat e veta le ti përdor, qoftë edhe shtëpia jam, i ka rras bagerin ditën e mirë, kryjnë punë. Po shihet kjo rrugë që ka frekventime të shumta si prej këmbësorëve ashtu edhe prej automjeteve, a ka ndodhur herë më pas një incident këtë zonë? Aksidente trafiku 3 deri 4 në vit, që kanë përfunduar në lum. Që kanë rrah prej urës në lum? Para një viti me fatalitet, para 2 muaj këtu tash ura dëmtuar, po shih, po nuk ka rrah poshtë. Domethënë se nuk ka bariera mbrojtëse, absolutisht po ashtu. Edhe s'pas ka dhe shenja që sinjalizojnë për rreth. S'pas asnjë sinjalizim. Apel organeve kompetente që merren me këtë punë, le të na bëjnë një zgjidhje, mos ta kemi çet problem tash e sa vite, apo ndoshta pyet dukum si të privilegjuar, mos i të ndodh. Me në thonë gushtime,